Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Allah në falendrojmë, salavat e salamet pejgamberit alayhi salatu wa salam e dërgojmë. Vazhdojmë me titullin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishte i kujdesshëm që t'i letonte çështjet besimtarëve. Transmeton Imam Ahmedin nga Aisha radhiyallahu anha, e cila ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa herë Zoti e ka lënë me zgjedh mes dy gjërave të lejuara, mes dy gjanave halal, gjithmonë e ka zgjedh atë më të lehtën. Gjithmonë e ka zgjedh atë më të lehtën. Por nëse ka qenë haram, ka qenë njëri më i kujdesshëm ndaj haramit. Edhe kur pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk është hakmar për veten e tij nëse dikush i gabon pa drejtësi, me ose pa qëllim. Pejgamberi gjithmonë e ka falë. Përveç nëse është kanë pyetje, dispozitat e Zotit, aty s'ka falë. Pra nëse dikush, pejgamberit alayhi salatu wasalam e ka thonë një fjalë, një shpifje për ta, ka falë. Por nëse dikush ka vjedh, aty se ka falë. Sa aty janë dispozitat e Zotit. Prandaj këtu po ndërhyj pak, kollaj e kanë, këtu po thamë unë me bajku përgjithësi, është një ligj këtu që presidenti i falë të burgosurit. Presidenti nuk ka drejt me falë burgosurin me fe. Pse? Se s'ja ka myt babën as nanën presidenti që i burgosni. Ja ka myt ati të ngratit atje, ati kujdo kuft. E ti mu që me falë, ligjet e Allahut thojnë që dispozitat fetare nuk falen. E vetë mja gjatë që mund me falë është qaj familjari. Qaj familjari që i ka ndodhë fatkeqësia, e kanë mytë babën, ai du të më mbledh me familjen e vetë, me vllaznije, me fëmije, me kanë, nëse dikuj e kanë mytë babën, edhe e ka, që i vdekur, e ka një djalë një vjeçar, edhe këtë vllaznija ja falin, edhe motrat, edhe baba, edhe çdo kush, gjakin e qëtit vdekurit, po qaj djalin një vjetë, rrinë burgaj, vrasësi deri të bëha djali në bëlyk, në pubertet. Pastaj, e pyesën edhe djalin, ta ka myt babën filani, a pja falish ajo? Jo, s'pja falin, në rregull. S'ka drejt tjetër kush me falë për dispozitat e çështja kisasit, quhet kjo çështja hakmarrjes e fesadit, e problemeve fytyrë tokës, s'ka kërkush drejt me i falë dispozitat e Zotit. Pejgamberi alayhi salatu wasalam nëse u kon për vete, personal për vete, ka falë. I ka hyrë dikush në hak, diçka ja ka falë. Dispozitat e Zotit s'ka pas drejt asaj mi falë. Asaj s'ka pas drejt mi falë. E kupton? Pra, kjo para, ka këshyrë lehtësimin. Por dispozitat e Zotit nuk falen. Ka ardhur dikush që ka thonë ja Rasulullah, falja filan vajzës, kish pas vjedh. Një vajzë, në të zeman, se adin është një kabiles madhe. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë jo. Çka me boj kanë qenë ndërmjetësim? Kënë kanë qenë një që e ka dashur shumë pejgamberin një djalë, Usame ibn Zeidin. Shumë e ka pas si djalë të vetën, si nip të vetën. Ka thonë ja Rasulullah, është çudit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o filan, a dhe ti ke hinë këtë loja? Edhe ty të kanë pru me ndërmjetësu në një dispozit të pa diskutueshme të Zotit, pa diskutueshme. Me ndërmjetësu unë me thuj ligjin e Allahit, pasha Zotin ka thonë. Sikur ajo vajza që kish pas vjedhë dhe kish pas emnin Fatime, edhe vajza pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Fatime, edhe i thot, pasha Allahin, jo Fatime ati fisit, po Fatimja jame me pas vjedhë, ja kësha këput dorën. Prandaj, jo nëse është djalët e je profesor, ja qëtë mungesën më arsye. Nëse është djali huj dhe ti e profesor, ja qëtë mungesën ati pa arsye. Ose të dytë kanë ikë bashkë, njoni ka mungesën më arsye, tjetri pa arsye. Qysh ashtu?
Hadithi tjetër që flet për lehtësimet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pas parasysh është, thot Resulullahi, unë ndodh që hin namaz me njet me zgat namazin, me lexu një sure pak më të gatë. Qoftë namaz sabahit, mas gjata lexon surët, pastaj e dyta për nga gjatësia është namazi yatsis. Pastaj namazi drekës, pastaj ikindis, pastaj akşamit. Pra, renditja më gatë që ka lexu pejgamberi është namazi sabahit. Pastaj namazi yatsis. Zakonisht në sabah nuk kanë shku gratë me fëmijë në xhami, po në yatsi po. Në yatsi kanë shku. Edhe thot hyj me niyet me lexu më gjatë, kur e shoh thot që e një mrapa atje që një fëmijë po çan, nana vet po e man, thot nga dhimbja që kam për nanën e tij, edhe për atë fëmijë, për arsye se nana angazhohet me fëmin, të munu me nale, e ka vëmendjen të fëmija, hup vëmendjen nga namazi, thot e shkurtoj, leximin e shkurtoj. Nuk lexoj gjatë një faqe për shkak, lexoj 3 rreshta, i lexoj 5 rreshta edhe e kryj sa më shpejt për dhimbje që lehtësimi, mrana halalet. Tjetra, shënon Imam Buhariu ose pejgamberi alayhi salatu wasalam në një prej Ramazaneve, shpinë vetë kisha ne xhamin këto, të shtëpia vet filloi me fal, muri ishte i shkurt sa shihej pejgamberi alayhi salatu wasalam prej gjoksit e lartë, shihej në atë korridorin e shtëpisë, po quaj, jo në dhomën e vet. Kish dalë aty në atë venin mu fal në Ramazan, në kohën e yatsis apo mas kohës së yatsis. Po falej namaz të gjatë. Të gjatë. Mas yatsis, Ramazan. E që na falim sot taravin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka fal një namaz, po sahabët peshojnë që po fal, u lidhen mas ti. Ditën e parë u bën një grup, po thomune 20-30 veta, u falen me ta. E kryen, nesër fillun me bë muhabet njëri me tjetrin, me thonë, a keni pa pram pejgamberi kështu, pejgamberi ashtu, jena fal me pejgamberin, jena fal gatë, Ramazan me shtu ibadetet, morën vesh njerëzit. Ditën e dytë, që shken 20-30, ditën e parë u bëm 200-300 ditën e dytë. Transmetimi thot, pejgamberi vazhdoi edhe ditën e tretë. Një transmetim thot 2 ditë, një transmetim 3. Edhe kur e pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se po bën shumë xhamat, ditën e tretë ose të katër, marrë për transmetimit, nuk doli hiç mu fal. E pritën sahabët, s'dulej mu fal. Pse? Nesër të thanë, ja Rasulullah, të pritëm. Tha, kam frikë, tha, me vazhdu se mos pi u bëhet farz. Mos pi u bëhet farz. Pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët faleshin ka 1 ka 2, ka 3 ka 4, ka 1 ka 2, mas yatsis në Ramazan. Në kohën e Abubekrit 2 vjet. Pastaj kur erdhi Omeri, i pa kështu të shpërndar çka bani, i bashkoi me një imam. E prej atër mbeti namazit taravis i bashkuar kështu. Prandaj edhe tha, ni'matil bid'atu hadhihi, asa risi sa bidat i mirë që është ky. Që normal Omeri nuk e ka shpik prej vetit sa ata të cilët i arsyetojnë bidatet në fe, e arsyetojnë me këtë fjalë që ata 2 probleme i kanë, domethënë ose historikun e taravis nuk e din, historikun, ose nuk e din kuptimin e fjalës bidat, si edhe ku përdoret, domethënë në çfarë rrethana. Gjithsesi, pejgamberi letonte, Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk vështirësonte, por letonte. Po ashtu shënon Imam Buhariu nga Anesi, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam në Medinë ndodhte që ishte verës, nxehti i madh, dimnit ka ndodhur që ka qenë në herë ftoftë i madh. Edhe thot, kur ishte nxehti i madh, e shpejtonte namazin e xumas. Kur ishte ftoftë i madh, e vononte namazin e xumas. Pastaj ulemat kanë diskutuar se sa e ka shpejtu. Do ulema kanë dhënë dispozit do dietar që namazi i xumas nuk vlen e njëjta kohë për namazin e xumas sikurse për namazin e drekës. Kanë thonë në momentin që lind dielli pas për 20 minuta mas lindjes, pra për shembull në ora 7:48,
prej që atëherë hynë namazi i gjumas. Kështu kanë thonë do djetarë. Edhe pejgamberi sipas tyre ka falë sa më herët, non, shembull, kërkon ma flat. Të tjerët kanë thonë jo, s'është ky qëllimi. Qëllimi është e ka falë ma shpejt, shembull, në momentin që ka hyrë koha drekës e ka falë më një herë. Kur ka qenë nxehtë, kur ka qenë ftoft, e ka vonu 1 orë 2 derisa ka fillu natyra me marrë nxehtën e vet, për shembull, nëse më fal në 12 e ka falë në 2, se higjinia ka qenë 4 ose në 4 e gjys. Gjithsesi kur po flas me orë, nuk e kam qëllimin fiks me fol, por me afru si muhabet. Pra, ka këshyrë pejgamberi me ja u letu muslimanëve mrana halalit. Po ashtu transmetohet se Resulullah sallallahu alaihi wasallam namazet nafile i ka fal 2 lehtësime i ka bën për namazet nafile. Lehtësimi i parë më u fal edhe në drejtim jo të kiblës, edhe dyta më u fal mbi kafshën e udhëtimit. Namazet nafile, për qefët u fal njëri, është udhëtu me kal, edhe ka është drejtimi i udhëtimit, edhe nëse kibla kneja është tani, edhe pejgamberi është fal edhe ndeve sallallahu alaihi wasallam edhe jo në drejtim të kiblës. Sunetet kanë dietarët pastaj kanë thonë sunetet bën më u fal në mjet të udhëtimit, por me qenë ka kibla, se nafila dhe suneti ka dallim. Nafila është më lehtë, suneti është më i fortë, farzi hala më i fortë. Kështu thotë Enesi kena pa pejgamberin alayhi salatu wasalam që në për udhëtime është fal në cillin do drejtim që është dhënë mundësia. Pra lehtësim edhe kjo. Pastaj tjetrën thotë njëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam është tregim pak më i gjatë, por mos na merr kohën. Kanë dëgjuar që njëri prej sahabëve po e zgat namazin e yacis shumë. Shokët e Resulullahit kanë qenë punëtor. Dikush ka qenë bujk, dikush tregtar, dikush forma tjera blektor. Kanë punu edhe janë lodh. Kur ka namazi i yacis kanë qenë me fal shpejt edhe me ra me fjet, më u nesër, jo nesër, po më u natën me fal nafile namaz para sabahit. Pastaj me fal sabahin dhe me vazhdu me gjallnu. O këndash me punu shumë për me mbjetu. Këtë kanë përjetu edhe të partë tanë, dhe në gjeneratat e prindrëve ose gjyshërve tanë. Edhe njoni një djali ri i pushushëm, s'polodhët ditën, që ka bën në kabilin e vetë, pesgat namazin e yacis. E njoni që punën të tokën ishte i lodhër, ama kjo zgatte, kur teme zgatte taman 1 orë, 2 orë. Atëherë ky personi çka bani? Alatën të lexuan në kom, edhe ky ra vetë në ruku, u da pi xhamatit, pi imamit, u da. Vetë fali dha selam edhe ecën në shtëpi ata ila namaz. Pyeti ky djaloshi, kush ka dha filone? Tha, kush ka çaj që dul, tha filone. Ai thash munafik. Munafik dëftërsh, në la neve. Shure, perceptimin i trijut dallon për perceptimit një personit pjekur në mosh. Po ashtu perceptimi i gabuar i dispozitave fetare dallon me atë që i kupton sakt dispozitat. Ky i tha munafik, se në shikim të parë, çështi as për ki qef ti na mu fal gata, shtu i bjen. Ti s'për ki qef mu fal gata, atër ti munafik je. Nëse adim halën ati qkretit, që banki është smut, banki s'un për rinë kombrë, banki është i lodhër, banki ka me shku në spital, ka kontrol. Na veç për këqyrim nga ana jashtme. Tha është munafik. Personin fjallet ndëgjoj këtë gja, shkët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nesër dhe u anku, tha ja Rasulullah. Kështu, tha ka thonë filane. E thiri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qatë djallën e ri, tha pse? E ka akuzu, tha ja Rasulullah, kjo e la namazin, apëtan. A ka ma mirë se më falë? S'ka ma mirë se më falë, po çdo sen e ka kufinin e vetë. Atëherë, u nervozu, thot transmetuesi, kur gati se kam pa pejgamberin alayhi salatu wasalam, atë të mërzitur, të nervozuar dhe me fytyrë të skuqur. Edhe tha, o ju njerëz, ka për juve të atill që bëheni shkaktar të tjerët me u largu pej fes, me urrejt fen, shkaku i veprimeve,
t'juja, subhanallah, kjo është shumë rëndësi. Që kjo, një sqarim po du me ndërhy. Nuk po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ju me lëshu pen çdo sen. Nuk po thot pejgamberi alaihi salatu wasallam ju më u bë urë për çdo kan. Nuk po thot më u shkel çdo kush në amën të fesë. Këtë ta kuptojmë. Po ka qëllimin. Mrena halalet, mrena dispozitave fetare ti t'jesh i kujdesshëm. Pastaj ati, nëse ai po don ty me shkel edhe ta marr fal një kerr ose një diçka ti mos lësho aty pe. Po ti kujdesu mrena halalet, mrena rregullave të fesë. Tani që si pëlqen, aty s'kem çfarë më bën. Po ti mos u bën në amën të fesë, a disa njëri ka që në amën të fesë ja u ka gërdit fen njerëzve. Po ka, edhe ju dini edhe na dim. Tu mendu se ai tash është gardiani i këtij dini, edhe ai duhet të marrë shpatën ose pushkën dorë dhe kush bën bam një gabim, edhe në formë irrituese, nuk e jep këshill, e nënçmon tjetrin. Të dashur vëllezër, ne nuk kemi rol të gjykatësit, ne nuk kemi rol të prokurorit, na kemi rol të edukuesit apo të këshilluesit. Ka dallim, që ta kuptone. S'kemi drejt kërkuj mi thonë, çka po bën bre? Zoti ta dhef qafën, që po pen birr. Pa di që kime shku në xhenem bre, munafike, qafere, ku e di çka, shambull. Që të kritik nuk bën me adhon njerëzve. Ti dush me thonë Allahu na fal neve dhe ti, Allah, se di adin, po alkoholi është haram, na shtas pas keni. Ti e din që ai ka ni. Mos, vallahi Allahu xhaleshanu ka përmendur në Kur'an kështu. Sa është mirë se me bën me dek, me gjithë momentin që e përdor këto iman s'ki në trupin tanë ngritët, e kështu me radhë, hajde vlla në xhami se veç rruga e Zotit pështon. Pejgamberi ka thonë, pse bani persona të cilët të tjerët me sjelljet ose jo me fjalë me sjelljet e juaja. Çfarë do të thonë njofi njerëzit, njeriu të merr ty mjeshtër me punu në shpitane që je fetar. S'ka marr për emrin që ki. I ka pas 2-3 opsione, nështë aty të ka marr pak ma shtrejt. Ose ka me blet të ti. Pse shfrytëzon ti pastaj fen tane, mjekrën tane? Tha me keqardhe këta. Me shit sanin ma shtrejt. Mja bo punën ma keq edhe ai shun për izat Zotit. Për izat Zotit shun. Na kemi njerëz të cilët shesin produkte, shesin në Prizren. Vetë pse është fetara, po pëtan shkojmë vllaznia me ble musliman të hajde të animojmë 3-40% ma shtrejt. Pa i mirë ma si po gjenë budal. Mirë ma si po gjenë, kërkoj fali që po thamë kështu. Veç pse, ka thonë dikush apëtan, shkoni bleni të filoni se duhet se aje ka halal. Vrur musliman të aje bum për pjetë. E masajna kur dele që s'kona qashtu, kushe merë përgjithsin? Dhe që të me thonë, namën të fesë mu pasunu. Ban namën të zotësis tonet, të aftësis tonet, namën të fesë, s'ki drejti. Nuk shfrytëzohet mjekra jote për... Ju e dini atë shambull në kur... Na nuk e dini sa është sahi. Keni kujdes, djemë të ri. Se ma mirë me kritikuon se sa me të kritiku dikush tjetër. Në kohën e Sulejmanit alayhis salam, thamë, nuk e dim sa është e vërtet, për arsye se gjërat historike nuk kanë detyrimisht me pas zinxhir transmetimit sakt deri te na. Është një dobi. Një zog po pin ujë. Ujë po pi. Tani burim, tani çeshme. Edhe pa një njërë me mjekër, më falni, se edhe unë kam mjekër, tash më thonë hoxha pas ka problem me këta me mjekra. Por, dikush që ka një shaj fetare të jashtme, shaj, duhet me pas kujdes, se mo kërkush nuk thot filoni fisteki, thot aj besimtari, aj muslimani, aj haxhia ose aj me mjekër. Sa njëri qënë telefonat minore që ta me mjekra. A dim këta, mu shgënyu ma sa nena. Se na një vllaznit thojmë pas ka marrin atje telefon gjitë. Edhe po vjen njoni me mjekër, zogi po e shë, a tho ky besimtar është. S'polun zogi, po pi uj, kapi ai një gur, bam zogit ja thej komën. Që pa i bo kur gjë. Zogi, të tjetë e Sulejmani alayhis salam, i cili njifte të gjitha gjuhët. I njifte të gjitha gjuhët.
Edhe I tha që ke ardhë, tha ku ardhë mu anku për filanin. Qështu, tha më ka thuj kamën. E thiri ata, është e vërtet, tha po. Ata tha Sulejmani a.s. në Islam, syni për sy, kama për kamë. Që kjo është ligjë? Që kjo është ligjë? Kama për kamë. E ka thuj kamën, ja thënë kamën. E ka qëru synin, ja qërën synin. Jo për dënaj 3.000 euro. Ja, mëse dënaj 3.000 euro. Jo, une që 30.000 euro për t'jap ma këtë synin. Jo, vëllë shmoje, që për dënaj 3.000 euro. Ha ke dhe ti synin. E ka vjedhë, po t'ja dorën. Pastaj nuk e dojnë ligjën e shariatit. Pse? Për çfarë se dojnë? Sa po mendon që ata janë qatë shumë psikologë, pedagogë që nuk bën shariati, që dikush se din t'ja mashkull a femën si trum, si tarak, krevin, a kupton? Edhe që të shanë dinin Allah, të thot Islami radikal dojnë këtu me pru shariatin. Shka bën në punë tjetër që t'ka kriju Allah me bën, leje shariatin ti. Tha Sulejmani a.s. Me athy kamën e ti, tha zogu. Tha jo. Tha unë kam një kërkes tjetër. Tha urna. Tha që ti, tha me arru mjekrën. Edhe tha mës me leju kur më me lëshu mjekrë. Pse? Tha valloj një mashtru mas qasë mjekrës ti. Mu ka dok besimtar. Edhe kum nejt, kum pi uj, ky tha erdhe dhe më boni zullëm në besim. Tha bili mës mashtru njerëzit që kjo e fetar, mës ta din që e fetar, le të ruën për ti. A ka për mesazhin? A ka për mesazhin? Ai që është fetar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëllot, mos u bani sebeb që të tjerët më largu prej dinit për shkak të neve si musliman. Më thonë në xhami ose a ka njerëz të cilët zvjen në xhami për arsye se thotë jo se është aty njëri që si të më sheh mu në nënçman, unë e kam pa të tillë. Ja ka nisë njerë më falë, me nëzekën a prunë në xhami. Hajde për burë, hajde për Zotë Zotit, hajde. Kur ka ardhë, quaj tjetëri, tha. A përshoj, s'ki qara pa ardhë, shkoj shanena, shkoj sheknena, aj po ngushtohet. Pse për ngucë në xhami? Pse për ngucë në xhami? Xhami është, qash du të menajtë relax njerëzit, qetë menajtë më s'pu një ngusht për njëni tjetërit. Ti ke ardhë 1 vjetë për para, ose 10 vjetë, kjo ka ardhë sot, Allah ja ka, elhamdulillah, ka qelë zemrën. Pse në nënçman? Thuj o vëlla, mirë se ke ardhë. Në kotë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam Ka'b ibn Maliku s'ka shku në betejën e Tebukut. Allahu Gjeleshanu e ka ndalu 50 ditë me I folë pejgamberi dhe muslimant. Kur Allah ja ka pru pendimin, ja ka pranu në Kur'an pendimin për shkruan. Ka'b I thot, kur kum shkun të pejgamberi në xhami sallallahu alaihi wasallam, kon pejgamberi këtun, të veni ku falet imami. Kur kom I nder, sahabët që kanë ba? Thot, kur nuk ja haraj Talha ibn Ubejdullahut, kur se haraj? I cili pej xhamis ka me të parën, më ka përqaf. O, vëlla e Zotit rujt, më ka përqaf, kam ndi ngrohtësi që më ka mirë prit në xhami. Nuk ka nejt njerëzit të këshyrë. Kë, ka shku e ka përqaf, me kriju një ambient pozitiv, që po vjen dikush I penduar mas 50 dite që kanë bojkotu krejt sahabët edhe Allah I ka përmena jetë kuranor për ta. Mos mu një keq, njeri cili është pendu, një njeri që është këthy, një njeri që ka fillu me ardhë, na ta afrojmë ata. Jo t'i thojmë, deri dje ti ke bo këto, ke bata. Nëse Allahu Gjeleshanu I ka regjistrat e robërve të vetë, a I thot që ke bo ti që ka s'ke bo në ditë kiametit. E jo na, pra mës bomi refuzos. Pashtu jemi të folë për lehtësimet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na I ka mësu, është edhe në kohën e haxhit thot, ditën e Kurban Bajramit, çdo kush që ka ardhur te pejgamberi ka thonë, I kum hek flokët para se me prej kurbanin, e kum hek ihramin para se me hek flokët, I kum gjujt gurët para se me bë këta, janë ato 4-5 veprime që duhet me bë. Pejgamberi alayhi salatu wasallam çdo ku I ka thonë s'ka problem. Pra arsye se ka lehtësim. Mane ta keni parasysh të nderuar vëllezër, sidomos njerëzit të cilët janë fillestarë dhe dojnë mu afru te feja Allahut azza wa jall, ti keni parasysh rrethonat e njerëzve në cilat janë ata. Aman, mos jam shelni kërkuj derën. Për shembull, kam pas rast kur njeriu haxhi ka qenë. Kam net në panë me ta, erë namazit xhumas, synin e lidhën, e kish bë operacion. Lidhën me fash, të bardhë.
Edhe pita magji, hajde me shku në xhami, tha së në vehoq, tha, që 3 gjumaj, tha s'jam t'i falë. Pse mërë? Po tha që kam fashën këtu, tha s'unë po marrë avdes. Pa ke pyt, tha më ka thonë dikush që, ku e dikush i ka thonë, e i shkreti plak edhe, jo, ka alternativ. Ka alternativ. Ton pjesën tjetër nëse mund me la, sa të mund është atë tjetë, pjesën veç pak e laudorën, që ashtu për mi fashë, nuk është nëj filozofi. Ha? E sa njeri e lën namazin, për arsye se e pyet dikon që nuk i di dispozitat, thot, s'po muj më falë ullë, se më kam se jam smut, për shkak të shpinës, Allah du të më falë, s'po di që më thonë, atër pra s'po falë. E lën ai namazin për arsye se kyja ka ngushtu pa dije. Çka me ba? Mos me dhonë fetva kur s'din. Ja sot është mundësia për me pyet, ja kush, ja kur. Nëse kanë nga njerëzit përpara një libër me marrë, me majtë, shtëpi në shtëpi, që ky një javë, ai tjetër një javë, për me lexu, sot veç a ke mundësi me pyet se numrat e telefonit e mundësia të rrjetës sociale janë të hapura. Çka me bë? Mos me dhanë fetva të gabume, as mos me i orientu gabim njerëzit. Feja është lehtësim, mrena halalet. Çdo kush i cili ka një vështirësi, Allah ja çel një derë. Betohem në Allah, që s'ka dispozit fetare, s'ka nevoj të njeriut, të caktume, çfarë do nevoj, që nuk e ka një derë qelë të Allahi. E vetmja gjatë që nuk falet, e vetmja gjatë që s'ka derë dhe arsye, është vdekja në kufër. Andaj aman, mos me vdek pa besim, stakfirullah, ose besim të gabum. Tjerat, përderisa është njeri, edhe pendi, edhe shirku, edhe mos besimi, përderisa është gjallë njeri pendot, edhe kjo falet, kur është pendimi sinqert. Edhe gabime tjera. Po du me përmenë se mos të keq kuptohemi. Ka dy lloj gjuna gabime karshi Zotit, gabime karshi njerëzve. Ka keq kuptime në këtë mesele, po ju që jeni në xhami, po besoj e dini. Gabimet karshi Zotit pendohu me sinqeritet, mos e përsërit. Gabimet karshi njerëzve kanë edhe një kusht. Nëse ke hinë hak tjetrit, s'ta falë Zote. Allah të ballafaqon ditë kiametit, është një kategori e njerëzve që ka bën një gabim karshi tjetrit, edhe ai tjetri ka dek ose s'po mund me alyp halalën, çka ka bën mirë për ta, ka dhënë sadak, e ka bën dua, e o lut, e ka bën mirë. Edhe pse se ka bën halal që ka dek, në ditë kiametit ky ka bën çat shumë. Allahu xheli çat i thotë çore çky i ka bën 20 vjet ka bën sevape për ty. Ta ka bën një gjuna, po. Ta ka bën 20 vjet o lut për ty. A pi don çta sevape? A pi don çta? Që ti më afalta? Apo po don ky më majt për vete e ti merr hakin. Ku ta shaj gjuna që ka bën po vlen 20 euro. Sevape që ka bën po vlen 200.000 euro. Thotë normal të rriçet. A ke parasysh që afrova me qëllim. Prandaj, edhe nëse keni bën dikuj zullum edhe ka vdek, ose s'keni mundësi me alyp halallën, ose s'pja bën halal, bëni sevape kërshit ti, qatë shumë, sa në ditë kiametit ai me ta falë. Për ndryshe, haki jem, nëse më kemi hak, ose haki hytë, nëse unë të komi, aja vëllaj s'falet to. Se nuk është shkapton, mashtra bëndë Allahverë, dhe masajnë në aksham, stakfirullah, 3 herë, u kry kjo punë, ja, qështu jo. Karshi Allahit po, karshi me jo, ose unë karshi te jo. Prandaj, keni kujdes të dashur vëllezër, kjo feja është lehtësim, elhamdulillah që Allah ka letua dhe nuk e ka vështirësu, amin, walhamdulillahi rabbil alamin.